Njihuni me shenjat e horoskopit që nuk e durojnë dot suksesin e të tjerëve. Luani. Luanët pëlqejnë të jenë në qendër të vëmendjes dhe kanë të vështirë të përballen me situata në të cilat dikush tjetër merr njohjen që ata vetë dëshirojnë. Ata mund të përjetojnë suksesin e të tjerëve si një kërcënim për reputacionin e tyre, dhe pse është arritur me ndershmëri dhe me merit. Ata mund të ndjejnë pak kënaqësi brenda vetes sepse mendojnë se janë po aq të vlefshëm ose edhe më të merituar. Akrepi. Akrepët e vëzhgojnë suksesin e të tjerëve shumë intensivisht dhe personalisht. Ata kanë tendencë të krahasojnë dhe të vënë në pikpyetje vendimet e tyre kur shohin se dikush tjetër ka arritur atë që ata ende nuk e kanë arritur. Situata të tilla mund të nxisin zili ose tërheqje. Edhe pse rrallë shfaqin pak kënaqësi të hapur, akrepët e përjetojnë atë thellë. Ata shpesh e perceptojnë suksesin e të tjerëve si një sfidë ose një kujtesë për qëllimet e tyre të paplotësuara. Briciapi. Bricapët e njohin suksesin si rezultat të punës së palodhur dhe disiplinës, prandaj kanë të vështirë të pranojnë kur dikush përparan më shpejt ose më lehtë se ata. Në situata të tilla ata mund të bëhen kritik ose të ftohtë, të bindur se gjërat nuk ishin të drejta. Edhe pse nuk drejtohen ekskluzivisht nga emocionet e suksesit të tjerëve, tek bricapët shpesh shkakton pak kënaqësi të brendshme. Në vend që të gëzohen, ata preferojnë të tërhiqen dhe të përqendrohen më fort në qëllimet e tyre. Dashi. Dashi është konkurrues dhe dëshiron të jetë i pari në gjithçka. Kur dikush tjetër arrin suksesin para tyre, kjo mund të shkaktojë zhgënjim dhe një ndjenjë disfate. Është e vështirë për ta pranojnë me qetësi se dikush po udhëheq para tyre. Reagimi i tyre është shpesh impulsiv dhe pakënaqësia është e dukshme shpejt. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.